Pas protestave nga prindërit dhe presionit mediatik, më në fund ekipi Ministrisë së Arsimit nesër do ta vizitojë shkollën e fshatit në Rov të Krushevës. Këtë bëri të ditur Ministri e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska, e cila përsëriti se objekti i ri shkollor është ndërtuar në mënyrë ilegale, duke shtuar se do të shqyrtojë mundësinë për të rikonstruuar objektin ekzistues ku tashmë ndjekin mësimin mbi 120 nxënës. Objekti i ri shkollor është ndërtim pa leje. Nuk e dim nëse është ndërtuar sipas standardeve. Nuk e dim çfarë materiale janë përdorur dhe ky do të jetë një problem serioz. Ajo që mund të bëjë Ministria e Arsimit është të kryejë këtë inspektim të shkollës së vjetër dhe të marrë të gjitha masat për një infrastrukturë të bukur në të cilën do të mësonin nxënësit e ardhshëm. Brezat e ardhshëm, domethënë nëse është i nevojshëm rindërtimi i asaj shkolle, ajo do të bëhet. Megjithatë, Janevska tha se tashmë ka nisur komunikim me shkrim me drejtuesit e komunës së Krushevës, por deri në këto momente ajo tha se nuk ka marrë një përgjigje kthyese. Kujtojmë se televizioni Shenja disa ditë më parë vizitoi nga afër shkollën fillore Nikola Karev në Nerov, ku banorët e atij fshati deklaruan se shkolla është ndërtuar para 75 viteve dhe nuk i përmbush as kushtet minimale për ndjekjen e mësimit. Ndërkaq, për shkak të këtyre rrethanave, banorët theksuan se është paraqitur nevoja e ndërtimit të një shkolle të re. Ata e kanë ndërtuar një shkollë të re me vetë iniciativë, ndërsa e njëjta rrezikohet të rënohet nga pushteti, duke thënë se ky objekt është ndërtuar pa leje.